Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ekonomia e Kosovës ka shfaqur ngadalësim gjatë vitit të fundit, ndërsa e rritur presionet nga inflacioni. Vlerësimi është bërë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas raportit, rritja ekonomike ka rënë në 3.6% në vitin 2025, krahasuar me 4.6% në vitin 2024 si pasojë e dobësimit të eksportit dhe kërkesës private. Ndërsa inflacioni ka vijuar të rritet duke arritur në rreth 5.7% në janar 2026, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimeve. Krahas asaj, deficiti u thellua në 9.2% të prodhimit bruto vendor si rezultat i importeve më të larta të energjisë dhe ushqimeve. Për vitin 2026 parashihet një ngadalësim i mëtejshëm i rritjes ekonomike në 3.3%, ndërsa inflacioni mund të arrijë në 5.9%, ndërkaq pritet të stabilizohet gradualisht në vitet e vijim. Qeveria e Kosovës do të marrë dhe 80 milion euro kredi nga Franca. Para miratimit nga Komisioni për Buxhet me 9 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, ministri i Financave Kurran Murati vlerësoi se marrëveshja synon rritjen e mbështetjes së Republikës Kosovës në sektorin energjetik në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Dhe ideja synimi këtu është që në kuadër të reformave që parashihen në planin e rritjes, të ketë thellim në reforma të më të pjeshme sa i përket sektorit të energjisë. Pra AfD franceze dhe KfW gjermane kanë vendosur të na mbështesin me reforma shtesë edhe në legjislacionin sekondar apo në reforma tjera institucionale të cilat nuk parashihen domosdoshmë në planin e rritjes në thellësinë e duhur. Kosova do të ketë 5 impiante të reja për trajtimin e ujrave të ndotura, si dhe një objekt për magazinimin e kimikateve. Pritet të ketë përmirësime të ndjeshme në reduktimin e ndotjes së lumit Sitnica, me vlerë 12 milion euro. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Korporatën Elektrogjitike të Kosovës. Ministria e Ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanolli, tha se projekti është një hap i madh drejt mbrojtjes së mjedisit në vend. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare do të likuidojë 10% të faturimit të fermerëve si pjesë e paketës mbështetëse. Premtimi vjen nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Një nga subjektet fermer duhet të autofaturojë, të faturojë 10 milion lek, do të marrë në llogari 1 milion lek. Në pjesën e mbështetjes është nga mbështetje më të mëdha, të cilët do të përfitojnë drejt për drejt pas një procedurë vetëm me autofaturimin i cilin do të dërgojnë pranë tatimeve. Vendimi është marrë në kuadër të paketës mbështetëse për bujqësinë për vitin 2026, përmes saj synohet të ulen kostot për fermerët. Në një konferencë për mediat, Andi Salla deklaroi se qeveria akordoi 5.2 miliard lek në mbështetje të tyre. Vlera e cilën ne kemi akorduar 5.2 miliard lek këtë vit pranë AZBR-s për mbështetje ndaj fermerëve është në konceptin për të ulë koston, dhe ne kemi bërë një proces gjithëpërfshirës që të gjithë fermerët të angazhohen dhe të jenë pjesë e kësaj pakete. Krahas asaj është miratuar dhe vendimi që procedurat e prokurimit publik për sektorin e peshkimit të kalojnë në kompetencë të bashkive, ndërsa procesi do të zhvillohet online përmes platformës Albania. Qeveria shqiptare miraton rregulloren e re për përdorimin e hapësirave publike. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, deklaroi pas mbledhjes së qeverisë se ky akt synon të adresojë një nga problematikat më të mprehta në komunitet. Krahas këtij rregulloria do të sjellë rrisi sa i përket një unifikimi të gjitha praktikave në nivel kombëtar, ndërsa njësitë e qeverisë vendore do të kenë fleksibilitet për të adresuar specifikat lokale përmes vendimeve të këshillave bashkiake. Do të adresoj një nga problemet më akute që ne kemi përgjithsisht në komunitete, kur flasim për të drejtën që kanë qytetarët për përdorimin e këtyre hapësirave publike, gjithmonë në të mirën e familjeve, por në të njëjtën kohë duke garantuar po ashtu mundësi për sa i përket zhvillimit që subjektet duhet të kenë nga pikpamja e aktivitetit tregtar. Rregulloria në fakt do të sjellë risi për sa i përket një unifikimi të gjithë praktikave në nivel kombëtar, ku ne tashmë do të kemi rregulla të qarta për sa i përket mënyrës se si mund përdoren hapësirat publike, por po ashtu bashkitë janë tashmë në të njëjtin shtrat për sa i përket sistemit rregullativ, dhe po ashtu ka specifika të caktuara ku bashkitë do të kenë mundësinë për t'i adresuar ato nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak. Klasat e 4-ta dhe të 5-ta në Shqipëri këtë vit do të kenë tekste shkollore falas. Ministri i Arsimit Mirela Kumbarë njoftoi vendimin e marrë nga Këshilli i Ministrave. Përfitues nga ky vendim janë rreth 9.000 nxënës. Në qoftë se e kishin deri në klasë të parë, të dytë, të tretë, shtua me vendimin e sotëm dhe me financim të Ministrisë së Arsimit rreth 43 milion lekë të reja, tekstet falas të reja çdo vit edhe për klasën e 4 dhe për klasën e 5. Bëhet fjalë për rreth 9.000 nxënës, por më shumë
kur flasim dhe për anën financiare, bëhet fjalë për rreth 9000 familje, të cilat do t'i përfitojnë tekstet falas dhe nuk do t'i kenë më barë në buxhetin e tyre, po as nuk do t'i marrin tekstet të përdorura. Ndërsa do të vjojë dhe pajisje me tekste të reja çdo 3 vjet për nxënësit e klasave të 6 dhe të 9. Në të njëjtën kohë dua të theksoj që do të procedohet me të njëjtën logjik, një herë në 3 vjet dhe për klasën e 6 deri të 9, po duke qenë se janë fëmijë më të rritur, dinë të mirëmbajnë tekstet edhe për një periudhë 2 deri 3 vjeçare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.